Përveç pjesës së pedonales, çfarë investime të tjera janë bërë për qendrën e qytetit? Shiko, qyteti i Ersekës ka një transformim tërësor. Ka një koncept të ri të qytetit. Përgjithsisht filloi pas rilindjes urbane, pra nuk dua që të marr një merit vet, po në 2014 kur unë ende as nuk isha në politikë dhe as e mendoja që do kthehesha një ditë kryetar bashkie në Ersek, rilindja urbane zgjoi qytetet të cilat ishte mbyllur koncepti se aty mund të jetojë. Duke sikur qytetet si Erseka, Përmeti, ku diun apo në veri po themi Mati, duke qenë si qytete si stacione treni, secili me një valixhe në dorë dhe të pres trenin e mundësisë vetë për të ikur. Duke qenë si Fjetina Konviktor është të harruar aty. Sot ka ndruar koncepti. Lidhet me një koncept të turizmit patjetër dhe të zgjimit të vetdijes për të përdorur më së miri ato që kemi. Pra ne nuk synojmë të konkurojmë Duomon e Milanos apo sheshin San Pietro të Vatikanit. Ne kemi një ajër të mrekullueshëm, një mal gramozi të jashtëzakonshëm, kemi kullotat më të mira besoj që ofrojnë një ushqim zinxhir të jashtëzakonshëm dhe padyshim njerëz të mrekullueshëm.